Mirë se erdhët të dashur Vigjeresha në letrat të rëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës për javën që po vjen. Përpara meje kam botën, forcën, diellin, kalorësin e monedës dhe faqet të shpatës dhe herfan që thot krye peshkopi të dashur Vigjeresha. Vigjeresha këtë javë duket shumë e qartë dhe më e qëndrueshme emocionalisht se javën e fundit. Bota tregon një ndjesi të dashur Vigjeresha, përmbyllje dhe çlirimi. Diçka që ju ka lodhur mendërisht, po shkon drejt fundit ose më në fund po fillonin të shihni situatën me shumë pjekuri. Ka ndjenjë të saj të tipit që mjaft u mora me këtë gjë dhe sinqerisht ju bën mirë të dashur Vigjeresha. Por si javë ku po filloni të dilni, do thot, nuk duket si javë dramatike. Një javë që po filloni të dilni nga një periudhë e rëndë. Forca tregon që gjithë këtë po e kaloni me shumë tepër forcë se ç'mendojnë të tjerët. Edhe nëse brenda keni stres apo lodhje, jashtë po ruani kontrollin. Kjo le të tregon durim, vetëpërmbajtje dhe aftësim për të mos reaguar menjëherë. Dikush mund t'ju testoj nervat këtë javë, por ju nuk dukeni si personi që ka më energji për debate të kota të dashur Vigjeresh. Dhe kjo është arritje, absolutisht kjo është arritje. Kemi diellin. Kur dielli vjen dhe ndriçon komplet këtë lexim tuaj. Kjo është një nga letrat më të bukura dhe më të mira për javën. Tregon qartësi, lajme të mira, humor më të mirë, energji pozitive dhe ndjesinë që më në fund po merrni frym më lirshëm. Për disa prej jush lidhet me punë ose para, për të tjerët me marrëdhënie ku gjërat fillojnë të bëhen më të sinqerta dhe më të qarta. Pas një kohe me shumë analizëm të dashur Vigjeresha, këtë javë po kuptoni që jo çdo gjë duhet bër problem apo të ndihet si problem. Kalorësi i monedës tregon stabilitet, hapa të ngadalt, absolutisht, por të sigurt. Gjërat mund të mos ecjen me shpejtësinë që do të dëshironi të dashur Vigjeresha, por ecjen në drejtimin e duhur. Kjo letër flet shumë për punë, përgjegjësi, organizim dhe fokus te e ardhmja. Një person serioz dhe i qëndrueshëm mund të luajë rol këtë javë në jetën e juaj. Jo ai tipi që të premton të hënën në 2 të natës dhe zhduket në mëngjes. Por dikush që tregon interes me vepra, që nuk do të patjetër në dashuri, por mund jetë në punë. Faqe e shpatës tregon kuriozitet, komunikime dhe pak tension mendor. Dikush mund t'ju vëzhgoj, t'ju kontrolloj çfarë po postoni ose të përpiqet të marrë informacione për ju. Ka dhe shumë mendime këtu. Ju vetë mund të analizoni tepër një situatë. Kujdes të mos riktheheni te zakoni i overthinking, sapo gjërat të fillojnë të ecin mirë. Mos. Dhe java mbyllet me krye peshkopi. Dhe kjo është shumë e bukur për ju. Tregon stabilitet, seriozitet dhe mendime më të pjekura. Një lidhje mund të bëhet më serioze, nëse është rasti tek ju. Një situatë pune më e sigurt, ose ju vetë do të filloni të mendoni më ndryshe për atë që doni nga njerëzit. Nuk duket si javë aventurash të kota, por si javë ku kuptoni çfarë ju jep paqe reale, që të vazhdoni në atë mënyrë. Të dashur Vigjeresh, këshillën që mund t'ju jap për këtë lexim është mos e prishni qetësinë, duke analizuar çdo detaj. Kur gjërat janë të mira, lërni të jenë të mira pa kërkuar problem me lupë, siç e bëjmë zakonisht. Pjekuria është, të dashur Vigjeresh, kur nuk reagon ndaj çdo gjëje që përpiqet të prishë qetësinë.